ju e konstatoni, kalon nga një shesh në një tjetër, me një tu fjalësh, bajate, banale, të turpshme, sikur jo kryeministër, por mund t'i vesh çdo epitet për të mos prish gojë, nuk po përdor epitete. Burrec 2 metra i gjatë, po i them prap. Çfarë flet? Kneta, zhapit, hardhucat, qyryk, autik, budalla, dhe këto janë fjalori ti. Ky është fjalori ti. Por, dhe pastaj, përpiqet në një mënyrë meskine, me një mënyrë që mund t'i vesh çdo epitet, të krijoj çarjen nëpër familje, se burrat janë kështu, se ata janë këto, se po të mos ishit ju, ata do bësh me bisht, gjëra të cilat janë aq bajate, edhe në Big Brother nuk do ja pranonin. Jo.